Unë isha kënaqur se u ktheva prej dëmtimit mirë, dhe sot isha kënaqur se më futi trajneri. Lujta ta minutat, mundova me u kënaqë në fushë, me keni lirshëm, me lujtë që e fije kështu me shok, me fol me shokët, dhe ishte loja mirë për ne, dhe një fitore mirë. A ishe gati në ndeshjen kundër Anglisë të startoje? A ishe gati të luajë në 90 minuta? Nuk di, është e vështirë me e thonë tani, sepse si thash përpara, tash u ktheva për një dëmtim gjatë, kam pas një sezon vështirë për mua, dhe kundër Anglisë ishte një ndeshje shumë e vështirë, janë ekip shumë fort, nuk pata shumë ditë stërvitje, pata vetëm 3-4 ditë me ekipin, dhe përpara lujta 10 minuta me Evertonin dhe nuk lujta shumë, sepse unë u ktheva 2-3 ditë para ndeshjes atje, dhe si startus tam ndoshta nuk isha gati, sepse si thash dëmtimi ishte fjeran, dhe unë ndeshta me kenë mirë fizikisht, me trupin, dhe sot për shembull isha fje ma mirë, kam pas edhe 2-3 ditë prap stërvitje, edhe kam një kështu mirë në fushë dhe isha shumë i gëzuar dhe kënaqur sot. Si ndjehesh në këtë pozicion ku të përdor trajneri Silvinjo? Për mua unë gjithmonë kam qejf me lujtë futboll, edhe me lujtë në krah të majt, krah të djathtë, sulmues. Unë mund me lujtë në çdo pozicion aty përpara, adin edhe trajneri më fut aty se i dishim se Andorra lozën me 5 mbrojtje, dhe kam pas hapësira shumë në krah, sepse dalin shumë shpejt me të nalua kështu sulmin, dhe ka pas hapësirë mrapa mbrojtësave, krahot, edhe si pash edhe ju ka pas asistin prej në atë pozicion, hina mrapa shpinës, dhe ka pas shumë hapësirë në atë krah, dhe prandaj më futi trajnerin atë në krah. E pam që sonte nuk ishte i mbushur stadiumi me tifoz. Cili është mesazhi juaj për tifozët, sepse e pam që edhe për një moment u larguan dhe protestuan? Normalisht unë nuk hi në atë pjesë, se nuk unë jam vetëm lojtar, po është shumë kënaqësi me pa stadiumin plot, normal, se na jep, si thash parë, na jepin zemër tifozat, na japin shpirt, dhe lozim shumë ma mirë kur janë në fushë, kur janë me ne në stadium, edhe kur një gjojmë zorën e tyre, është një gjë bukur me mbush, për shembull Albania ose në Wembley kur ishim atje ishte plot, edhe është një gjë bukur kur mbështetin tifozat, edhe normal është kënaqësi për ne kur janë tifozat mbrapa ne, po them. Faleminderit shumë broja, suksese. Faleminderit shumë. Menjëherë do ta vazhdojmë ndëllur pjana me Arbrin Hoxhën, i cili po na pret dhe ta shfrytëzojmë hapësirën që kemi. Arbër, mirë se vjen. Përshëndetje, ndeshje luajti goxha minuta, si rrallë me Shqipërinë.